Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer këtu në She's on Air. Biseda gjithmonë është të fokusuar ke Big Brotheri sepse jemi dhe në ditët e fundit. Por Casey tani, është një lojë shumë interesante në Big Brother që është ajo e mos reagimeve. Ty të kërkuan më fut edhe më trego pak emocionet e tuaja në atë moment. Është shumë e vështirë ajo sfida. Unë kam bërë YouTube vitin e kaluar, kështu që ajo ishte shumë e vështirë, edhe do thoja ishte torturë si për mua, si për Mateon. Dhe unë me thënë drejtën kam nisur qaj që pa u futur në shtëpi. Ishe menaxhore mirë. Vetëm nga fakti që do e takoja, edhe kur shkova në aty atë e kishte zënë gjumin divan, edhe unë thjesht e gudulisa te këmbët, edhe i thash motra zgjohu, dhe i hapi syt kështu si trembur, edhe ju mbushën direkt syt me lot. Pastaj aty unë shpërtheva fare, edhe thjesht po mundohesha shumë ta mbaja veten që mos vazhdoja të qaja, se unë po nisa të qaj nuk më ndaloj. Edhe po mundohesha shumë se nuk doja dhe që ta prekja, se ai ishte e vura re që ishte shumë i prekur, dhe nga fakti që nuk reagonte dot, dhe unë as nuk doja që të reagonte, se nuk doja ta prishte sfidën. Se do takohemi, sa zjat biku edhe 3 javë kam duket. Kështu që nuk doja që ta prishte sfidën për mua. Është interesante se si përpiqet komunikonte me ty përmes shëndritit. Shëndritit, po, që i thoshte shëndritit, o të vdes Lali sa më ka marr malli e këtë andej. Të paktën ato që donte të mi thoshte, mi tha nëpërmjet shëndritit. ti ofrove dhe Brikenes dhe i tha qenë më bukur live. Tani unë po ta them këtë pa doreza. E ke ba për një formë strategjike që mi tregu që afro pra vllajt tim, kemi ratimin tonë të gjitha, apo ishte ajo ndjesia jote, gjaja parë që të erdhi me afan? Jo, ajo ishte gjëja e parë që më erdhi për t'ja thënë me thënë drejtën. Një përshëndetje e vogël që unë i bëra nga tezja e saj ishte që ta bëja atë të kuptonte që ti mund të ndihesh më rehat këtu. Okej. Se mbështetjen e familjes tënde e ke. Kjo ishte Nuk e përqafove. Unë mendoj se nga gjithë prindrit e nga gjithë familja Brikenes po presin vetëm Dajën. Unë nuk e përqafova Brikenën, dhe në fakt kjo më ka ngel pak si pishmale të themi, sepse në momentin që unë po i flisja, ajo ishte shumë e emocionuar, edhe nuk më shifte dot as në sy dhe po i dridheshin duart, edhe unë kisha shumë sikletë dhe shumë emocione, edhe sikur më iku situata në moment. Por që mesazhin tënd ti ja the. Po. Atë çfarë doja ti thoja, ja thash, edhe ishte realisht me bukur live. A mos je live. step edhe ti, sepse në momentin që shihni një Brikena ka shtë ngurë, ndoshta nuk do që ta përqafoj. Jo, thjesht nuk doja ta vija më shumë siklet, sinqerisht. Nga pjesa tjetër e banorëve që i pe dhe nga afër, kush të la një energji të mirë dhe kush një shije jo dash të mirë? Unë banorët me të cilët u përballa ishte vetëm Brikena dhe Shëndriti, banorët e tjerë nuk ishin aty, dhe thjesht kur dola jashtë më pas ishte Rogerti, Miri dhe Edisa, në mos gaboj, që ishin të ulur te divani. Kështu që ana këtej më dha energji pozitive, ana ndej më dha energji negative. Se nuk po të zjatem shumë për këtë. Të ndalemi pak te kjo marrëdhënia e Mateos me Brikenën. Kur shef Mateon që ndoshta edhe siç komentohet jashtë po jep më shumë në këtë marrëdhënie se sa Brikena, ty si të bën të ndihesh që shef nga jashtë? Mateo ka tipin e atill që jep 100% nga vetja. Jep 100% nga vetja dhe edhe në qoftë se ajo nuk i kthehet, do të thënë, edhe në qoftë se ajo që i kthehet ndoshta nuk është reciproke, ai prapë në fund ditës është në rregull me vetën e vet, ai është ose është all in, ose gjitha ose asgjë. Në këtë pikë të lojës mendon se kjo marrëdhënie me Brikenën po e penalizon më tepër Mateon apo po e fuqizon? Unë Mateo nuk e shoh si lojtar prej marrëdhënies me Brikenën, e shoh si lojtar, si individ të vetëm. Dhe nuk mendoj as që po e ngre, as që po e penalizon, me thënë drejtën. Po mendon se po bën lojën e tij përveç marrëdhënies? Po, mendoj që Brikena është një emocion i bigut. Po, i bigut dhe një emocion për Mateo në atë shtëpi, një energji pozitive dhe një mbështetje për Mateo, siç është dhe Mateo për Brikenën, por që nuk mendoj se ka të bëjë me pjesën e lojës fare. Po për Selinin, çfarë mendimi ke për lojën si vajzë që është? Selini, që të tregojmë shumë e sinqert, më duket shumë me shkathët edhe shumë me zgjuar për moshën që ka. Mund të edhe më pëlqen si mendon se do e fitoj Selini?
Unë do doja që në podin final të jetë Mateo dhe Selini. Po do fituar vllai. Mateo. Do doja që t'ishte Brikena. Jo se nuk do doja që t'ishte Brikena, unë nuk e diskutoj që Brikena do jetë në finale, por mendoj që Meriton më Është edhe A nuk i loja. trëmbesh pak faktit sepse mendoj që Selini edhe është më loja. lojtare. kemi parë në Big Brother në sezonet e tjera që mes çifteve gjithmonë shkon vetëm njëri. A mendon ti se ka vend për të dy? Për në finale. Meriton më shumë. Po Mateo, mendoj se në finale ka vend për të dy, po. Po, na jep ca finalist. 5 të kërkojmë 5 finalist. Me që pas ka vend, Brikena, na jep Selini. Mateo, Brikena, Selin, Miri, Rogert. Jo se unë do doja që disa nga këta t'ishin finalist, por mendoj që do jenë. Xhelozia e Brikenës për Selinin ishte me vend apo e egzageruar sipas teje? Unë do thoja nga Shikoje ana pak si gocë tani. Unë do të bëj edhe një pyetje shumë të sikletshme për pak. Jo, përgatitje. nuk Mateo me Selinin kanë pas gjithmonë afrimitet në shtëpi dhe mendoj se Brikena nuk u bë tamam xheloze, po thjesht nga fakti që atyre i doli një klip keq kuptimi, edhe mund të ketë menduar që kjo do ishte një shkas për publikun që të vazhdonin ta keq kuptonin. Po nuk mendoj se ishte nuk që është e dashur e shokut tim. Po nuk mendoj se ishte xhelozi e pastër, thjesht Brikena ishte xheloze, mendoj se e kishte për këtë aspekt. Kam një pyetje pak të sikletshme. Troq, por besoj shumë te sinqeriteti jote, drejt për drejtësia jote, si më than. Tani, mu kthe ke ditat zero. Pa zhvillimet që ka pas Mateo me këto dy banore, si me Brikenin si me Selinin. Ti vet, duke pa gocat, ke do doje ti si kunat? Dhe më thanë, cilin karakter, cilin prototip, cilin gocë vlerëson ma shumë ti si Casey që thu nesër mas nesër do e kem në shtëpi, do pi kafe me te dhe do dalë ndonjëherë. Po Brikenën do thotë se Brikena është. Nuk është e vërtetë, unë pres Selinin nga Ajo do sinqeritet, nuk do përgjigjet Ti mbrapa kamerave. Do me ta prishni çiftin pa. Jo, absolutisht. Absolutisht, jo. Nuk është për të prisur një çift. Unë Po jo, e di. Po unë e di Një se çift po që vjen kjo pyetja. Në fund të ditës akoma nuk është konsoliduar një. Mirë. Nesër mas nesër shohim Selin. Po nëse Casey ngeli të fort për Brikenën vetëm mirë. Jo, shiko tani me thënë të drejtën, unë prisja një tip si i Selinit për Mateon. A di se unë e prisa në fillim? Me ato aludimet e mia, po duke pa vazhdimsinë, mendoj se një tip si Brikena i përshtatet më shumë se Duhet balancoj njëri tjetrin. Po, duhet balancoj njëri tjetrin. Në çfarë aspekti i përshtatet më shumë? I përshtatet më shumë se e zbut Brikena Mateo. do të marrë një përgjigje kjo. Jo, e zbut. Jam kurioze të shoh pak pikpamjen e E një zbut, motre sepse për vajin e vet, duke e parë çfarë zhvillimet. Mateo di të jetë edhe zjarr, di të jetë edhe tok. Kështu që di të jetë edhe i but, po di të jetë edhe i egër, edhe mendoj se Brikena e zbut goxha Mateon, kurse me një tip si Selini, dy zjarre bashk sikur do bëshim bam. Po zjarri Casey me ke shkon më shumë? Ti si kuna po flasun. Tani në shtëpi me cilën do e kesh më lehtë. Unë s'kam taku asnjërin nga të dyja Livia, kështu që nuk e di çfarë raporti. Jo, çfarë se raporti Brikenën e mund takove kem. pak në Big Brother. E takova, po nuk komunikova. Pra që sa unë s'kam komunikuar, nuk e di si mund të na shkonte muhabeti, se nuk mund të them si mund të më shkonte muhabeti me Brikenën, por unë thjesht e pash Brikenën. Po deri diku ca tipare të karakterit i dallon sepse s'ke se si mos duke qenë edhe një shikuese e rregullt e Big Brother. Po ndoshta Brikenën do ta bëja që dilte pak më shumë, me që nuk është tip që del shumë, ndoshta do ta bëja unë dilte pak më shumë që dilshim bashk. Po pastaj Mateo çfarë do thoshte për juve dyave? Po tani Mateo me motrën do ketë probleme. Se me motrën po del. Ka disa ditë që në rrjet kanë qarkulluar disa foto të një ndërhyrjeje plastike të Brikenës, ku publiku është ndarë në dy pjesë. Ata që e gjykojnë dhe ata që thonë se këto pamje janë shumë të rënda për të nxjerrë dhe nuk kishim pse t'ja nxjerrnin gocës se zgjedhja vet personale. Ti vetë si e gjykon këtë? Tani edhe unë i kam parë këto pamjet, edhe nuk e di nëse Brikena ka rënë dakord për të nxjerrë specifikisht ato pamje që janë nxjerrë apo jo.
por që edhe mua me thënë drejtën më duken pak të panevojshme. Në këtë pikë Po tek pjesa ndërhyrjeve. Jo, nuk ka të bëjë me lojen, me thënë drejtën më duken pak të Jo njerëzore. Jo, po mund të tepërta përgjithsisht. Mendoj që deri diku janë përdor për një propagandë, sepse absolutisht goca është në një format aktualisht dhe ka një vëmendje shumë më të. Po. Ama ta dini që para çdo ndërhyrje, qoftë estetike, qoftë plastike, jepet konsentin për të Absolutisht. tilla Prandaj unë them- reklamimesh. Unë nuk besoj se ja kanë nxjerr pa dijenin e Prandaj unë them Jo, pika jam që është dakord. përdorur. Unë thash disa, domethënë, klipe janë pak të rënda për syrin do thoja, pak të tepërta për mendimin tim. Po, mund të mendosh edhe për pjesën që Brikena ka thënë që unë s'kam e bërë dhe mund t'ja ke nxjerr këtë gjë Ajo për ka t'i thënë kam bërë ca prekje të vogla, po ato s'janë prekje, prekje, është kirurgji prandaj plastike po them, njerëz. mund t'ja ke nxjerr edhe për faktin që Brikena pak a shumë e ofendoi Edisën që i tha të fluturoj mollzat edhe kanë thënë okay. Edhe ne, me që ti Ndërkohë Brikena bën me atë një lifting temporal. Vazhdon Brikena prapë. Gjithsesi, Si ta thonë, si mos ta thonë të është propagandë. Gjithsesi kur Brikena të dalë nga Bigu së bashku me Kesin do t'i dërgojmë të dyja, jo në kirurgji plastike, jo, patjetër, do t'i dërgojmë tek Solet Med për të bërë fizioterapi. Unë isha dje vajza, ju sugjeroj dhe ju të shkoni, bëra një fizioterapi qafë shpinë fantastike. Sky, Simple Smart Spa. Sky lindi nga një vizion i qartë të krijojë shtretër masazhi që evoluojnë në harmoni me nevojat në ndryshim të klinikave estetike dhe spa. Sky, aty ku komoditeti bashkohet me elegancën, qëndrueshmërinë dhe teknologjinë. Pjesë e distribucionit Solet Med, shtetërit Sky janë dizajnuar në Itali duke ofruar një nivel të jashtëzakonshëm personalizimi dhe përsosmërie në dizajn dhe rehati, gjë e cila e bën përdorimin e tyre shumë të përshtatshëm në klinika estetike dhe spa. Sky ka disa elemente që e bëjnë të veçantë, modern dhe unik në kategorinë e shtetërve, të cilat janë: shtrati Sky është 100% elektrike. Ka 4 motor që shërbejnë për rregullimin e lartësisë deri 75 gradë për shpinën dhe 30 gradë për këmbën. Dyshek nuvola me trashësi 17 cm memory foam. Është i pajisur me sistem Hergo e projektuar në mënyrë që të përshtatet me trupin e njeriu dhe për të ofruar komoditet. I pajisur me teknologji infra të kuqe, sistem grohjeje dhe përvojë zanore gjithëpërfshirëse për relaksim total. Dizajn i pastër dhe modern, me kablo dhe mekanizëm të fshehur për një estetik të kompletuar dhe elegante. Sky nuk është thjesht një shtrat masazhi, është një përvojë e kompletuar e dizajnuar për të sjellë relaksim, teknologji dhe estetik në çdo klinikë estetike dhe spa moderne. Goca, shkoni, Faleminderit. Patjetër që do shkojmë dhe madje mendoj se tani është momenti perfekt për të kaluar në një hapësirë të vogël publicitare dhe të prezantojmë pak më shumë me këtë. Marrim ca apuntamente. Rikthehemi pas pak.